përprek ne dhe pjesën tjetër të botës, është thjesht rritja e temperaturës mesatare të ajrit. Pse ndikon botën, pjesën tjetër të botës, një fenomen që ndodh në oqeanin paqësor? Po sepse rrymat e ajrit që janë mbi këtë oqean nuk kanë ndikim në klimën e gjysmës së botës, duke qenë se sipërfaqja e oqeanit paqësor është shumë e madhe. Aktivitetin kryesor, ky fenomen e ka në pjesën afër ekuatorit. Dhe qenë se aty marrin një rritje të shtuar temperaturë, do ndikojnë në të gjithë botën. Po ta vëmë re, viti që lan pas, 2025, duke qenë se ishim nën efektin e motrës, pra La Niñas apo të vajzës, kemi patur përjetuar një verë të nxehtë, por ishte relativisht pak më e ulët se sa e 2 viteve më përpara, ku ndodheshim nën efektin sërish të vëllait. Pra, pasi ka një cikël ku këta i lënë vendin njëri tjetrit. Dhe është një fenomen. Edhe cikli tjetrës? Nga 3 deri në 5. Po jo. 3 deri në 5 flitet. Ka patur raste ku ata kanë zëvendësuar njëri tjetrin brenda 3 vitesh. Ka patur para disa vitesh, ka patur raste ku i kanë lënë, ose para dekadash, le të themi, i kanë lënë rendin apo radhën njëra tjetrës në 5 vite. Prandaj e thënë në përgjithësi është 3 deri në 5. Ajo çfarë ndodh përgjatë kësaj periudhe është se efekti përgjatë periudhës së ftohtë apo ndikimit të vajzës është se përveç rritjes së temperaturave ka edhe një forcim të errave, por sërish efektojnë në brigjet e paqësorit. Sa ndikojnë në shifra statistikore në temperatura, efekti i të nxehtës dhe të ftohtës? Sa ngriten temperaturat nëse jemi tashtë në këtë sezon, në këtë vit, në efektin e El Niños? Sa ngriten temperaturat më lartë? Nuk është se do t'i përjetojmë gjatë kësaj vere ato temperaturat më të larta. Pritet që vera e 2027-s të ketë për vendet tona një ndikim, pasi efektin e parë ato e shkaktojnë përgjatë këtij viti, efektet më shumë i ndjejnë, ashtu siç po e shpjegoja, shtetet në brigjet e paqësorit. Ndërkohë që për pjesën tjetër të botës do të ndjehen më shumë përgjatë vitit 2027, ku edhe do të rritet intensiteti në brigjet e paqësorit. Duke qenë se ne e marrim të përkthyer pak më vonë, pasi prekemi si efekt domino i klimës dhe jo u goditur në mënyrë të drejtë për drejtë nga ky fenomen. Prandaj nuk është se ka vend për panik për rajonin ton, që ne mund të marrim pasoja apo mund të ndikohemi nga pasoja direkte të këtyre fenomeneve. E kemi shpjeguar në fakt vit pas viti që nuk është se ka vend për panik për ne. Ajo çfarë, për të rikthyer te pyetja juaj, vendi ynë mund të përjetojë temperatura 1 deri në 2 gradë më të larta në mesatare, në vlerat e temperaturave mesatare të ajrit. A ka rrezik që thyen përsëri rekorde, sepse po muajin maj që ka thyer rekorde krahasuar muajt maj të viteve të kaluara? Nuk mundet askush ta thotë që ky fenomen ishte si